këndin tjetër të shtëpisës tonë, aty ku do të flasim për një temë që të gjithë e gjejmë veten. Gjithmonë më shumë po dëgjojmë të na thuhet se duhet të eliminojmë sheqerin nga përditshmëria jonë, nga dieta jonë, dëgjojmë eksperiencat e njerëzve që e kanë zhdukur totalisht prej vitesh, duke një sfidë shumë e vështirë. Megjithatë, kur themi zhdukur, kam përshtypjen që e kanë fjalën se e kanë zëvendësuar, sepse kam përshtypjen që edhe ajo e ëmbla na duhet ndonjëherë. Me Alken Truko jam në studio për të kuptuar se si mund ta bëjmë këtë zëvendësim të shëndetshëm në mënyrë të veçantë për ata njerëz që nuk rrin dot pa të ëmbla. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Unë kam thënë gjithmonë, kjo është studia ime preferuar që unë të vi dhe të jap informacione nga më të ndryshmet, patjetër me produkte cilësore që kompania Neranzi ofron, por ndryshe nga herët e tjera sot kam ardhur me një mision, kam ardhur me misionin për t'ju ëmbëlsuar. Dhe shumë mirë ke bërë se kemi shumë nevojë. Dhe prandaj kam sjellë me vete të gjithë të produktet të cilat janë ëmbëlsuesa natyral. Pavarësisht se kemi edhe stevia dhe eritritolin, por të dyja janë ëmbëlsues natyral. Ne jetojmë në një periudhë ku tashmë e dimë që produktet industriale, unë kam përmendur shumë herë, që dominojnë për mirë apo për keq, por sheqeri në to është i vendosur pa kriter. Pra, e kemi te kafi, për ato bustinat e vogla të Nescafes që i shkundim dhe i pim, aty kemi sheqer, madje edhe tek kosi gjejmë sheqer tek buka e paketuar në qese. Buka është një karbohidrat, është një sheqer, por në paketimet e qeseve që bëhen në prodhim industrial, ke sheqer të shtuar më tepër se ç'duhet. Sheqerin e gjejmë të salt edhe salca domates, pra më gjejmë sheqer, pra kudo literalisht gjejmë sheqer. Edhe aty ku ne nuk e ndjejmë, ka një përqindje të caktuar të sheqernave. Me keqja në fakt është shtresa, ose le të themi kjo kategori e fëmijëve të vegjël, se okay, një individ i cili është i rritur, ka kaluar 18 vjeç e tjerë, ka ndërgjegjësimin, ka gjithë kapacitetin për të bërë zgjedhjet e duhura, por fëmijët e vegjël janë ata çfarë unë fokusohem më tepër që ti mbrojmë ndaj këtyre ndryshimeve që teknologjia, avancimi, progresi etj. Është në mënyrë progresive dhe gjithmonë kemi produkte të reja. Sepse fëmia nuk e dallon dot se çfarë është një produkt shumë i shëndetshëm për ata, apo çfarë është një produkt më pak i shëndetshëm, por ata kanë shihen. Dhe më e keqja është se në momentin kur konsumojnë këto produkte që kanë sheqer, shihet e tyre, pra disbalancohen dhe bombardohen, le të themi, me kaq shumë sheqer sa nuk i bën më përshtypje konsumimi sasive të larta të sheqerit. Jo më kot, kemi alternativa të shëndetshme, kemi zgjedhje të duhura dhe unë gjithmonë kam qef një shprehje e cila thot zgjedhje të vogla për ndryshime të mëdha. Prandaj, nuk është nevoja të eliminojmë totalisht sheqerin, por edhe të bëjmë ato zgjedhje minimale për të përmirësuar stilin e jetesës. Dhe kam sjellë me vete sot stevien, që është një ëmbëlsues natyral, i cili është një, le të themi, një zëvendësues shumë i mirë i sheqerit. Janë kategori të cilat kanë 0 kalori. Praktikisht ne i themi që kanë 0 kalori, sepse ato kanë dikute 0.2-0.5 kalori për 100 gram, çfarë i bën të papërfillshme absolutisht, domethënë në sasinë e kalorive që ato kanë. Dhe i rrumbullakosin do themi që janë 0 kalori, me pak fjalë. Po, e kuptoj. Janë ato ëmbëlsues të cilat nuk na ndikojnë në nivelet e sheqerit në gjakun tonë, pra lehtësisht ne mund ta marrim këtë ëmbëlsues, mund ta shtojmë në një ëmbëlsirë, mund ta shtojmë në kafe, mund ta shtojmë në shurupa të ndryshme, madje edhe recel. Unë shpeshherë bëj recel me fruta, por në mënyrë që të eliminoj shtimin e sheqerit, e kompensoj me pak stevia ose me pak eritritol, çfarë i rrit atë ëmbëlsinë, por ama nuk më jep atë sheqerin e shtuar, thjesht lë sheqerin natyral që frutat e pyllit kanë ose le të themi manafera, boronica etj. Po, e kuptoj. Përtej kësaj janë produkte ushqimore ose është një ëmbëlsues i cili është shumë natyral. Prodhimi teknologjik e ka shumë të drejtë për drejtë, unë dua të flas pak për atë. Është një lloj pothuajse siç ekstraktojmë vajrat esencial, ne përdorim shpesh vajra esencial, qoftë edhe për gatim apo edhe për trajtime të fytyrës, trajtime të flokëve, çfarë janë 100% organik nga mënyra e përpunimit të tyre. Praktikisht përdoret një solvent, përdoret një tretës ose një ekstrakt i cili arrin të ekstraktoj komponimin aktiv të bimës së stevjes, sepse stevia, ky pluri i stevjes, i cili përsëri humbin duhet shkundur këtë trukun, le të themi, për ta dalluar më mirë, ky pluri i stevjes në formë kokrizore, realizohet nga ekstraktimi i bimës së stevjes duke përdorur një eter, duke përdorur një alkool apo solventë ndryshëm të cilët janë të përshtatshëm për të ekstraktuar komponimin kryesor që është steviol glikozid. Ky është komponimi i cili është gati 100 deri në 300 herë më i ëmbël se sheqeri. Që do të thotë, vetëm me 1 gram prej stevjes ne kemi konsumuar një ëmbëlsi të barabartë me 100 gram sheqer.
Pra, sasitë e përdorimit janë shumë minimale. Pra, ne me ato ambalazhe që të tregove, shkojmë goxha gjatë nëse e përdorim, Shumë gjatë. Dhe ndërkohë ruajmë edhe shëndetin. Është shumë i përshtatshëm edhe për persona diabetik, sepse sidomos ata të diabetit të tipit 2, por edhe ata të diabetit të tipit 1, duke mos dhënë atë bumin e energjisë në gjakun ton, duke rritur nivelet e sheqernave. I dyta është eritritoli. Eritritoli po ashtu është një ëmbëlsues natyral i kategorizuar, por jo plotësisht natyral, vetëm sepse ka një diferencë nga stevia. Praktikisht eritritoli vjen si pasojë e fermentimit. Pra nuk merret nga ekstraktimi i një bime, por kemi një seshten e misrit e cila fermentohet nëpërmjet një majaje speciale. Siç fermentohet rushi nga një maja, e cila formon më pas alkoolin dhe kemi verën si prodhim, si produkt, siç fermentohet buka, që është majaja që konsumon amidonin e tjerë, apo siç fermentohet birra, që është malti ekstrakti, eritritoli ka si substrat ose ka si produkt konsumi një seshten e misrit. Dhe majaja speciale që e fermenton një seshten e misrit quhet Molliniella pollens. Ka një vërtetëri specifike. Por, kjo më pas merr karbohidratin kryesor që është nga një seshtenja e misrit dhe e fermenton atë duke dhënë si produkt eritritolit. Eritritoli është një sheqer alkool, në fakt. Dhe për ta sqaruar, mos kemi nuk është alkolik, madje edhe ata persona të cilët janë të kategorive të komunitetit musliman që kanë le të themi të ndaluar rreptësisht përdorimin e alkoolit, eritritoli është një sheqer alkool, por nuk kategorizohet në elementet që nuk duhet i konsumoni. Mund ta konsumoni shumë lehtë. Madje ka dhe certifikime halal për eritritolin. Prandaj jemi shumë të sigurt për konsumimin e tij. Quhet sheqer alkool sepse le të themi molekula e tij është në këtë formë. Është forma ajo që e ka dhënë emrin. Cepat janë atomet e karbonit dhe në çdo cept atomeve të karbonit ai ka disa zgjatime që janë grupe hidroksile, pra grupe OH. Etanoli për shembull C2H5OH, çfarë bën alkoolin kryesor në të gjithë produktet alkolike që ne kemi, dhe eritritoli në çdo grup karboni ka këtë zgjatimin që është OH, pra është quhet sheqer alkool. Stevia dhe eritritolin, ne mund t'i përdorim në shtëpi si përdorimi i sheqerit normal, pra ku diun për kafe, për çaj, për mësues të tjerë, për gatim. Pra, të dyja këto kategori janë totalisht të sigurta për ata individë të cilët kanë dhe probleme shëndetësore të diabetit. Stevia është 100 deri në 200 deri në 300 herë më ëmbëlsës së sheqerit, ndërsa eritritoli ka 60 deri në 70% të ëmbëlsisë së sheqerit, ose le të themi 30 deri në 40% më pak i ëmbëlsës së sheqerit, por nuk ka kaloritë që sheqeri ka. Kemi edhe ëmbëlsuesat e tjerë më pas natyral. Që duat mi përmbledhësh në 2 minuta kohë, se zgjatëm shumë të para. Ka kaluar kohë. Kemi mjaltin që është mbreti gjithashtu i ëmbëlsuesve, sepse përveç ëmbëlsisë që ka në mënyrë natyrale në ep edhe ato enzimat antioksidantët dhe gjithashtu është shumë i mirë për mykun e gojës që është kandida. Pra mjalti është perfekt për kandidën dhe mund ta konsumojmë gjithmonë në sasi 10 deri në 30 gram në ditë, do ishte spektakolare. Një truk i vogël edhe për ata që duan të ikin në palestër dhe duan të marrin atë boost energjisë, sepse shoh shpesh që marrin një lugë, e hedhin direkt në gojë dhe shkojnë në palestër si një pre-workout, por mjalti nga ana tjetër është një burim shumë i mirë, një pre-workout i energjik që mund ta konsumojmë një lugë kafe le të themi me pak krip dhe do ishte një pre-workout fantastik për të gjithë ata që duan natyral, që të evitojmë dhe komponimet artificiale sintetike. Mjalti manuka nga ana tjetër është përsëri një mjalt, por në ndryshim nga mjalti i cili ka komponimet antioksiduese të tjerë, manuka ka një komponim që quhet metilglioksal, që është ai komponimi që ja shumëfishon vlerat ushqyese të këtij mjalti dhe ka veti terapeutike shumë të mira dhe janë shumë të vlefshme për çdo individ. Pra, nuk përjashtojmë asnjë individ. Madje, shpeshherë dëgjojmë që individët të cilët kanë probleme me diabetin nuk duhet i konsumojnë sheqerin si mjalti e tjerë, por unë në fakt nuk e rekomandoj këtë gjë. Ne duhet ta konsumojmë mjaltin, qoftë diabetik apo qoftë jo diabetik, sepse mjalti ka shumë veti kurative të ndryshme, vetëm për këta individ duhet të kemi parasysh, ose duhet të kemi kujdes kohën dhe mënyrën dhe shpeshtësinë, gjithashtu me çfarë e kombinojmë. Pra gjithmonë dhe sasinë. Po, gjithmonë me një karbohidrat kompleks, i cili ose me fibrat që na e vështirësojnë përthithjen e sheqerit në gjak. Shrupi i panjës nga ana tjetër është një ëmbëlsues shumë i mirë, por me vlera me minerale më të larta se mjalti, sepse ka sasi të manganit, që mangani është shumë esencial për luftimin e antioksidantëve, luftimin e radikaleve të lira në trupin tonë, duke qenë se merr pjesë në reaksionet antioksiduese
ose fal enzimave. Mangani merr pjesë gjithashtu në sistemin nervor qendror dhe gjithashtu është një prodhues shumë i mirë i hormoneve, siç është testosteroni apo insulina, por gjithashtu mangani luan një rol shumë esencial, le të themi, edhe në fertilitet. Pra, studimet të ndryshme kanë treguar se nivelet e ulta të manganit lidhen me mungesën e fertilitetit të meshkujt. Edhe shurupi e agaves, që është gjithashtu ëmbëlsues shumë i mirë, por me indeks glicemik më të ulët se të gjithë ëmbëlsuesit e tjerë, çfarë bën akoma edhe më të sigurt për ata që mund të kenë edhe diabetet tipit 1 apo diabetet tipit 2. Do të abonojmë këtu në studio në një kohë më të gjatë ose shumë më shpesh, se me kaq ne marrim shumë informacione por në kohë shumë të shkurtër. Menduam se zgjidhja ishte më pak produkte, por nuk është ajo. Pak më vonë videon e keni në YouTube, se jam e sigurt që doni të riktheni ndonjë nga fjalitë e kaluara shpejt nga Alkendi, por shumë të rëndësishme për të dëgjuar e për të respektuar. Besoj se arritët të shihni edhe gjithçka që ne kemi në studio, duke ju kujtuar se i gjeni në Neranzi, Mirash të Vila 24. Shumë kënaqësi dhe mirëpres. Kënaqësi gjithmonë. Tani kemi publicitet. Emisioni në vazhdim do të jetë në terren, një material që duhet ta ndiqni e ta dëgjoni e ta mësoni, vjen nga gazetaria Çenko Elahasa, bashkë në studio shihemi nesër.